Kryeministri Edi Rama këtë të njëjtë ka zhvilluar një takim me Papa Leon XIV, edhe gjatë këtij takimi Rama ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama dhe djali i tij. Sipas një deklarate me shkrim nga Vatikani, Papa priti kryeministrin Rama këtë mëngjes në Vatikan, më pas u zhvillua një takim me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë me kardinalin Pietro Parolin dhe sekretarin për marrëdhënie me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, ministri i jashtëm kryepeskopi Paul Richard Gallagher. Në deklaratën e Vatikanit u nda informacione se gjatë diskutimeve të përzemërta u vu theksi në marrëdhëniet e mira dypalëshme midis dy vendeve, si dhe u trajtua çështje me interes të përbashkët në lidhje me marrëdhëniet midis kishës dhe shoqërisë civile në vend. Takimi u përshëndruaj gjithashtu në çështjet kryesore rajonale, duke përfshirë situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugën e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Hysam Feraj nga vetëvendosje ka akuzuar opozitën për kontakte me lobistë serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas postimit të tij në Facebook, PDK-ja dhe AK-ja po luajnë një lojë të dyfish në politikën amerikane. Feraj thekson se Enver Hoxha nga PDK po shkëmben ide me lobistin e njohur serb Christopher Hill dhe më pas si prezanton ato në institucionet amerikane si propozime të vetat. Nga ana tjetër, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ndodhet gjithashtu në Shtetet e Bashkuara, por sipas Ferajt, kontaktet e tij me lobistët serb janë të konsumuara që më parë, në vijim postimi i tij plot. Opozita vazhdon takimet me lobistët serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga PDK, Enver Hoxha i këmbeni te me lobistin e Serbisë Christopher Hill, pastaj shpalosi ide të veta nëpër institucionet amerikane. Në SBA, ndodhet edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, por bisedat me lobistët e Serbisë ka të konsumuara më herët. Mbase tani do që të tregoj se nuk ka lidhje me aktivitetet e Epsteinit, ku mjen nis Mojzan, opozitare shkruan ai ndër të tjera. Gazeta gjermane Frankfurter Alemanie Zeitung ka shkruar në numrin e të mërkurës për presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, duke vënë në qendër të vëmendjes një analizë politike lidhur me ambicjet e saj për të fituar një mandat të dytë si presidente. Gazetari Faz Michael Martens ka raportuar se Osmani po shikon të demonstrojë aftësinë me familjen presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar zgjedhjen e saj në postin më të lartë të shtetit. Sipas shkrimit, presidenti i Kosovës ka përdorur lidhjet me presidentin amerikan Donald Trump dhe familjen e tij për të fuqizuar profilin e saj ndërkombëtar. Por kalkulimi i saj mund të dështojë edhe pse ajo arriti që Kosovën ta bëjë një nga shtetet që së fundmi në Davos ju bashkua bordit të paqes enigmatik të Donald Trumpit, shkruan Faz. Osmani u shfaq në Zvicër me krenari krahas presidentit amerikan dhe që atëherë flet për arritjen e madhe që sipas saj përfaqëson fakti se vendi i saj u bë anëtare themeluese e këtij fondacioni. Pas publikimit të artikullit, presidenca e Kosovës ka reaguar zyrtarisht. Këshilltari i presidentes Rinor Nojiu ka njoftuar se po shqyrtohet masa ligjore ndaj gazetarit Michael Martens për shkrimin e tij të publikuar të mërkurën. Sipas Nojiut, artikulli pretendon se Osmani po përdor kartën amerikane për të siguruar një mandat të dytë, një pretendim që presidenca e konsideron të papërshtatshëm dhe të pasakt. Ndërkaq, vetë gazetari Michael Martens ka reaguar përmes rrjetit social X, duke treguar se qëndron pas raportimit të tij dhe se shkrimi pasqyron një analizë politike dhe jo një sulm personal ndaj presidentes Osmani. Ai thekson se si gazetar me përvojë ka trajtuar çështje të ndjeshme ndërkombëtare dhe ka raportuar për figura të fuqishme pa u paditur ndonjëherë. Mosoj, jam në gazetari për 30 vitesh, kam jetuar dhe punuar në vende të vështira si Rusia, Afganistani apo Turqia, duke e shkruar për oligarkët rus, kriminalet e luftës serb, kontrabandistët malazez të cigareve, rebelët kurd, krerët e luftës në Afganistan pa u paditur kurrë, por tani u shpreh Martens.